Teksa në ndajnë dhe 4 ditë nga procesi i votimit në Shkodër, materialet zgjallore kanë bërritur. Në qark janë 8 komisione zonale të administrimit zgjallor të cilët kanë marrë në dorëzim të gjitha materialet e nevojshme. KZAZ numër 2 është me Madhja, duke qenë se përfshin një pjesë të qytetit si dhe njësitë administrative në Bashkinë Shkodër. Kryetari i saj Gazmir Jahiqi tregon se po bën plotësimet e nevojshme dhe të shtunën një shpërndarje në 106 qendrat e votimit që kjo KZAZ ka. Atëherë këtu ndodhemi në KZAZ 02 Shkodër. Është një nga KZAZ-et më të mëdha, pothuajse në gjithë Shqipërinë. Janë 106 qendra votimit, rreth 71.000 votues. Materialet zgjallore kanë ardhur, siç e shihni ajo këtu, jemi duke përpunuar materialet e nevojshme që ditën e shtunës fillojmë shpërndarje. Besoj që çdo gjë do të shkojë në rregull, shpërndarja do të fillojë rreth orës 8:30 për arsye sepse njësitë administrative që kemi këtu janë me largësi pak relevisht të mëdha. Kështu që deri tani jemi okay, jemi në rregull, besoj që të na shkojnë mirë deri në fund. Shohim. Sa qendra votimi dhe sa votues ka? Po, 106 janë 71.000 votues, 106 qendra votimit gjithsej. KZAZ numër 1 është e vendosur në Bashkinë Malësi e Madhe, ndërsa KZAZ 2, 3, 4 dhe 5 në qytet, KZAZ 6 administron zonën e Vojdesit, 7 dhe 8 Pukën dhe Fusharzin.